Tre këndësh interesant, një klip I cili nuk është parë brenda shtëpisë, mirëpo që tregon përmes këtyre frazave me dy kuptime të Lornës dhe Mirit me njëri tjetrin, tregon po ashtu për një lloj armiqësie ose xhelozie që Lorna mund të ketë ndaj Selin, sepse shikon këtë të fundit shumë afër Mirit, dhe të dyja duket sikur janë në një lloj gare për të ndenjur sa më afër tij, mbase duke e parë edhe si potencial për të qëndruar sa më gjatë brenda shtëpisë. Çfarë do të bëjmë tani? Do të shkojmë në shtëpi dhe më pas do të ndajmë në dhoma të ndryshme dhe do të flasim me secilin veç e veç. Shkojmë aty. Loj në kuptimin. Atëherë, hye jam sërish me ju dhe do të doja tani që Miri të vinte në dhomën e rrëfimit, Lorna në dhomën e dëshirave dhe Selin në dhomën e surprizave. Lorna të dhoma e dëshirave, jashtë. Sorry. Okej. Selin, jam në fillim me ty. Si je ti? Mund të çoni pak lidhjen me dhomën e surprizave, Selin? Po. Jam me ty. Okej. Si je? Mirë. Mirë dukesh. Faleminderit. Ja aq mirë brenda sa edhe jashtë? Sepse të kam parë her pas here në krevat, në lot. Jam. Sa brenda jashtë. Okej. Dua të di pak për raportin tënd me Mirin gjatë këtyre ditëve. Po. Nga e shtuna e tani, po mbase edhe gjatë gjithë rrugtimit. Ledion ka qenë po I njëjtë, korrekt. Do të thënë jam munduar që disa veprime që s'më kanë pëlqyer që dolën edhe më në padë në prajmin paraardhës, ja kam shprehur me dashamirësi për ta parë edhe më mirë në lojë, po edhe që të nxjerrë ato vlerat e tij njerëzore që e përfaqësojnë, të paktën për mirin artist që ne njohim. E kuptoj. Ndërkohë, me hyrjen e Lornës, ka patur që në ditën e parë debate mes teje dhe saj. Dhe e kot të thuash që kryefjala shpesher ka qenë Miri dhe raporti ose afërsia që ti ke me të. Si e ke parë marrëdhënien që Lorna ka me Mirin? Janë afër, janë larg, janë miq që bëjnë sikur si janë miq, janë aleat, përpiqet ajo më shumë, ky më shumë, shmanget ajo, ky si e mendon? Atëherë, raportin që ka Lorna me Mirin nuk e lidh fare me raportin tim, ose nuk e përfshi vetëm time fare, sepse nuk e ndjej që ka një lidhje. Ndërsa përsa I përket Lornës, mendoj që nuk është ende e sigurt si lojtare, pra është akoma duke kërkuar se çfarë don nga kjo lojë, me kë do të ketë raport, me kë do të dalë kundërshtare, edhe me ato që del duke I kundërshtuar me zë të madh, të nesër më vjen dhe thot, oh baby, sa e bukur je, nuk po e kuptoj akoma dhe jam, do të thënë, dita ditës pyes vetëm çfarë qëllimi ka Lorna, jo vetëm në raport me Mirin, po me të gjithë. Ndërsa përsa I përket vetëm Mirit, mendoj që nga që ka qenë kryefjalë në dy prajme rresht, ndoshta do të marri vëmendje ndërmjet situatave të Mirit. Edhe pse situatat e Mirit nuk është se kanë qenë ndonjë wow, bravo, do të thënë situata të vlefshme. Kupton, thjesht do të jetë më aktive dhe të përfitet ndoshta për Lornën si personazh më shumë. A mendon ti se ka një njohje të tyre afër jashtë kësaj shtëpie? Në fakt, Ledion, jo vetëm për Mirin dhe Lornën, po në mënyrë absolute nuk e kam besuar marrëdhënien askujt tu brenda, sidomos kur rrin dhe dëgjon histori të tipit kur ishim te ai koncerti me filanen, kjo, ajo, edhe biles ditët e para fare, në javën e parë, shpesh e kam thënë që është bërë një prerje me thik të Miri, Armiri, Stine, Lorna, Sabina, që rrin bashk, dhe ne të rinjt ishin ndarë fiks te divani jashtë në borë, ishin ndarë në dy anë, një anë rrinin këta të pesë dhe një anë në pjesa tjetër të rinjve. Kështu që në mënyrë nuk e kam ndarë kështu
absolute që njen ose nuk njen, unë kam dyshimet e mia, ndoshta do vi momenti t'i zbuloj. Biles edhe Mirin sot e kam pyetur në lidhje me Stinën, jo me Lornën, thash, "Okej, keni ditë ju për njëri tjetrin, domethënë që do futeni këtu brenda?" Dhe nuk marrë një përgjigje konkrete dhe e lash si temë të hapur, sigurisht që mund ta pyes në ditët në vazhdim. Ndërkohë, a ka diçka që të lidh ty me Lornën nga jashtë shtëpisë? Jo. Nuk e njoh fare, nuk më njeh. Jo. Okej. Mirë Selin, më prit aty, faleminderit. Okej. Ndërkohë, do të shkojmë pak tani tek dhoma e dëshirave. Lorna, Pa. a të lidh ty diçka me Selin jashtë shtëpisë së Big Brother? Jo detyrimisht diçka drejt për së drejti, por që është e vërteta, ajo ma ka bërë me dije kur kam ardhur këtu në Big Brother, që unë njoh dy gjyshërit e saj, ose dy personat të përbashkët, me sa duket, për së largu dhe ata. Nuk është se i kam shumë lidhje drejt për së drejti me ta. Kaq, nuk është Selin se kam njohur kur më përpara, kam parë vetëm në një festival, më zhdukur e mrekullueshme ja kam thënë edhe kaq. Po ndërkohë, je shprehur këto ditë që nominimi yt për Selin ka një arsye që lidhet me diçka që ti nuk e ke zbuluar ende. Jo, unë jam shprehur jo nominimi im për Selin. Nominimi im për Selin është bërë me vetdijet plot kur është bërë nominimi, por tërheqja ime pas nominimit për Selin, pasi është diskutuar edhe këtu në shtëpi, kam patur në mendje edhe diçka tjetër, se çfarë kontakti kam unë me disa njerëz në New York, dhe unë nuk është se jam marrë shumë me Selin. Neve patëm së bashku një përplasje me Selin pas Prime-it, kur ajo u nominua, por të nesërmen, neve të dyja e lam evazive gjën, as nuk u kërkua falje, as nga njëra palë, as nga pala tjetër, as nuk e bëra të madhe, nuk e shfrytëzova situatën, për fjalët që ajo ndoshta tha, nuk arrita domethënë ta hiperbolizoja, siç këtu zakonisht shfrytëzohen situatat nga më të vogla se ç'është ajo që pam. Kështu që pata në mendje, pak a shumë, edhe dy persona të cilët ajo u shpreh që a e njeh në New York, edhe po unë i njoh, por për së largu. Jo se kam drejt për së drejti diçka me Selin, apo se unë e kam njohur Selin më përpara. Pra po thua për sa kohë ti njeh këta dy persona dhe ajo njeh këta dy persona, ti je tërhequr për shkak të këtyre dy personave? Është e vërtet, kjo ishte një nga arsyet që unë e thash nuk dua. Këto janë persona që janë familjar të tuta apo të saj? Janë familjar të Selin dhe janë të njohurit e mi nga jashtë. Po janë për së largu të njohurit e mi, nuk janë shumë afër pranë meje. Por gjithsesi për arsye të respektit, ç'është e vërteta, unë pas debatit që pash me Selin dhe pash se si agravoi debati dhe se si agravoi ajo, nuk doja t'i bija akoma më fort. Por kishte edhe një arsye tjetër, që është e vërteta sepse është diskutuar edhe këtu që unë duhet të tërhiqesha nga debati im me Selin, sepse nuk më bënte mirë mua dhe pak a shumë gjatë nominimit, që është e vërteta, unë ndënja paksa në gjumë në krahasim me. Kjo është një fjali që ta ka thënë Miri apo Po, dikush tjetër? është e vërtet. Është një fjali që ma ka thënë Miri. Ndoshta në atë çfarë ka menduar ai, do kishte qenë më mirë për mua, por nga ata çfarë pash unë, se çfarë ndodhi gjatë nominimit, ndoshta dhe nuk ishte më mirë për mua. Po ndërkohë, për sa kohë Miri ty të thot diçka dhe ti e konsideron, nuk po them e zbaton apo jo, dhe po ashtu gjatë këtyre ditëve të qëndrimit brenda në shtëpi, është vënë re një lloj marrëdhënie mes juve të dyve, disa fjali me dy kuptime për sa njiheni jashtë edhe çfarë keni, le themi, çfarë raporti keni patur dikur. A mund të na sqarosh si dhe sa jeni njohur ju me Mirin jashtë shtëpisë së Big Brother? Okej. Unë edhe kam sqaruar bashkë me Mirin, neve njihemi disi jashtë para shumë vitesh, kur ka qenë edicioni Top Girls në Top Channel, por nuk është se kemi patur raport shumë të afërt dhe pas shumë vitesh, domethënë neve nuk kemi patur thuajse absolutisht asnjë kontakt. Domethënë ky është raporti jon jashtë, që njihemi absolutisht që po. Unë kam bërë me dije këtë që në fillim që të mos ketë nga tresa nesër pas nesër dhe të thonë njihen që nga jashtë dhe po planifikon një aleancë apo jo. Kjo është e vërtet. Pastaj raporti ynë këtu brenda
ka patur dinamika të ndryshme që ne kemi patur afërmitet, po gjithashtu kemi patur edhe konfuzion, po gjithashtu kemi pasur edhe përplasje vazhdimisht. Qoftë edhe për sa i përket nominimit të cilit unë bëra që ditën e parë. Po ndërkohë ka disa fjali që ti i thua Mirit, jo po në një jetë tjetër do kishim qenë bashkë, jo po çfarë do veshë sonte në darke, sepse ai të shkon. Pra, janë në limitet të dy kuptimeve, mund të jenë edhe lojcake si fjali, po janë në limitet të fjalive me nën tekst ose me nën kuptim që mund të vinë si këta të dy mund të kenë pasur dikur një raport dhe tani janë ritakuar mbas shumë kohësh, ose njëri prej të dyve do të kishte patur një raport dhe nuk e pati kur dhe fati i ribashkoi edhe një herë në Big Brother. Cila është? Jo, nuk është kjo. Neve kemi sqaruar që ditën e parë, ditën e dytë kur po ishim te bari i Senos tashmë. Unë dhe Miri patëm një raport, domethënë ne njihemi që nga jashtë, neve shkojmë shumë mirë edhe këtu brenda dhe kemi një raport të tillë që ne të dy vazhdimisht plotsonim fjalitë e njëri tjetrit. Ja sqaruam dhe Kristit sot pasdite. Ne plotsonim fjalitë e njëri tjetrit. Mendonte Miri diçka, njëkohësisht neve thonim të njëjtat gjëra. Dhe lindi si ide e Miri dhe thoshte, ndoshta në një jetë të mëparshme neve të dy jemi takuar etj. Po kjo nuk ka të bëjë absolutisht me diçka që mund të ketë ndodhur jashtë apo me diçka që është lënë përgjysmë nga një palë apo nga një palë tjetër. Absolutisht, nuk ka lidhje fare. Okej. Mirë, të falenderoj Lorna, do të kthehemi tek ty pas pak. Ju lutem mbyllni lidhjen me dhomën e dëshirave dhe më çoni në dhomën e rrëfimit. Miri, jam me ty. Ku e ke takuar ti Lornën? Jashtë shtëpisë.